Selam aleikum të dashur shikues. Edhe në këtë natë të bekuar të Ramazanit do të jemi së bashku me një trajtim të ri e me një mësafer të ri. Fillimisht i dëshiroj se ardhi hoxhës së nderuar Sabahuddin Jashari, hoxh mirë se vjen. Po shpresoj dhe lutë Allahun subhanahu wa taala se jeni duke kaluar mirë në Ramazan. Alhamdulillah. Ramazani me gjithë angazhimet që i ka, megjithatë sill edhe freskinë edhe një rigjenerim. Është burim force dhe motivimi. Alhamdulillah. Inshallah Allah azza wa jalla pranon punën dhe veprat e mira. Hoxhë, njerëzimi nga ekzistimi i tij e deri më sot ka pas ramje dhe ngritjet e veta. Ka pas kohë të zhvillimeve, ka pas kohë të regreseve. Në krejt këtë që njohim sot, prej asaj që njeh njerëzimi, qoftë nga vlerat që i ka, qoftë nga të arriturat me të cilat e organizon jetën e tij. Islami a ka pas ndonjë rol krahas krejt ndikimeve tjera të cilat bëjnë pjesë në formimin e asaj që njohim sot si njerëzim dhe me gjithë ato të cilën e ka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Fillon me emrin e Allahut, më shpëlodit, paqja dhe bekimet e Allahut, qofshin pejgamberin tonë Muhammed alayhi salatu wassalam, familjen e tij, bashkëshortët e tij dhe gjithë ata të cilët e pasuan dhe do të pasojnë deri në gjykimin. Kur përmendim Islamin, kemi parasysh një ndarje shumë të rëndësishme. Kemi parasysh Islamin si besim, si njësim të Zotit dhe si burim le të themi hynor kuptimësie. Dhe kemi parasysh Islamin kuptimin e dytë të Islamit që e mbart këtë kuptimin e parë, por njëkohësisht mishëron edhe kuptimin e sistemit jetësor. Të plot, universal deri në ditën e Kiametit për gjitha kohët dhe gjitha vendet. Ky i dytë i futet Islami, që e ka zbritur Allahu mëndueshëm me Kur'anin dhe me sunetën e pejgamberit alayhis salam, i cili është i përjetshëm deri në ditën e Kiametit sepse ruan burimet e tij të tilla. Ndërsa i pare ishte për të gjithë njerëzit? Ja, do vi. Po dua të bëj këtë parashtrim kuptimor, mbi cilin do ndërtojmë, me fjalë. Sepse pyetja është shumë interesante dhe shumë e rëndësishme, mirë po mendoj se është e domosdoshme, ose është e domosdoshme kjo lloj ndarje. E para që duhet të kemi parasysh se aty ku kemi pas rënje të njerëzisë në histori, aty ke pas le të themi shkputje të Islamit të njerëzve nga ky Islam që folën pak më sigur. Dhe kudo në çdo lloj populli në histori, edhe thellë në histori, ku ke pas ringritje pas një rënje, përmirësim pas një sëmundje, le të themi të njerëzisë, rregullim pas një shkatrimi, aty ke pas domosdoshmërisht rolin e le të themi njësimit të Zotit, rolin e besimit në Zot, rolin e Islamit në aspektin e njëshmërisë, në aspektin e tauhidit, në aspektin e le të themi rigjenerimit të konceptit për të vërtetën. Gjë që është le të themi gjithmonë nga profetët e Allahut mëndshëm dhe ky ka qenë me fjalë roli i profetëve. Dhe këtu gjerasin të theksojmë se historia e njerëzimit është historia e feve. Historia e njerëzimit është historia e tauhidit ose e kufrit, e tauhidit ose e shirkut, e njësimit të Zotit ose shokvurjes ndaj tij, e njësimit të Zotit ose idhujtarisë. Dhe gjithmonë kur njerëzia ka marrë le të themi tatpjetën e idhujtarisë, aty ka qenë rënimi. Dhe për të ringritur edhe një herë këto njerëz ka ardhur Islami edhe një herë me kuptimin e parë. Dhe ky Islam është promovuar nëpërmjet profetëve. Pra ka dërguar Allahu mëndueshëm profet për ta ringritur edhe një herë njerëzin nëpërmjet këtij tauhidit, nëpërmjet këtij njësimi. Kështu që thjesht thot pejgamberi alayhis salam, njerëzia, thot pejgamberi alayhis salam, ka qenë tauhid në njësimin e Zotit derisa erdhën djajt e mallku dhe ja devijuan mendin njerëzimit dhe futën në shirk. Kështu që duhet të theksojmë një historia e njerëzimit, civilizimet janë civilizime ose pra civilizime besimi, ose besimi drejt ose besimi shtrenjtë. Tashti, nëse flasim për rolin e Islamit, roli i Islamit është historik, është rol me njeriu.
Pra edhe i pashkëputur. Edhe momentin e parë që Allah më krijoi Ademin, i foli me Islam. Bukur dhe kur i tha me i fjalë që ti zbrit në tokë, ti bashkë me Havan, edhe me shejtanin e mallkuar, do të jeni me i fjalë në tokë dhe i tha Ademit dhe Havas, aty është roli jot, dhe nëse ti do të ndjekësh udhëzimin tim, thonë Allah, më shumë ti dhe bashkëshortja jote, do të jeni me i fjalë, nuk do të keni as dëshpërim, as vujtje, do të realizoni misionin tuaj drejt shkoni tek Allah më në të kundërt, atëherë do të ketë vujtje. Pra me fjalë vet Ademi alayhis salam bashkëshortja e zbritën në tokë me misionin e Islamit. Edhe Nuhu alayhis salam dhe Idrisi para tij dhe gjithë profetët e tjerë kanë ardhur me misionin e Islamit. Pra, kjo është shumë e rëndësishme të kuptojmë se historia e njerëzisë është historia e besimit, ose e politeizmit, ose abesimit. Kur ka pas politeizm dhe abesim, ka pas rënim. Që do thotë ka pas rënim të marrëdhënieve shoqërore, ka pas skllavëri, ka pas vrasje, ka pas shtypje, kanë ardhur profetët, siç erdhi profeti Musa alayhis salam. Misioni i tij ishte misioni i tauhidit, por njëkohësisht ishte misioni i çlirimit të popullit të Benu Israilëve nga robëria e faraonit. Njëkohësisht Nuhu alayhis salam që na jetoi në 150 vjet si profet. Misioni i tij kush ishte? Në misioni i shpëtimit të popullit nga çfarë? Nga kthetrat e shirkut ose shokvurjes në Allah më shumë. Dhe ndodhi përmbytja e parë. Përmbytja e parë ndodhi ndaj kujt? Pa rënimin i civilizimit të shirkut. Dhe shpëtoi Allahu më shumë me Nuhu alayhis salam, ata të cilët çfarë bën? Nëpërmjet Islamit rigjeneruan edhe një herë racën njerëzore në faqe det. Vim tek Islami. Islami para se të dalim. Domthon kjo errëzon tek Islami me kuptimin e po. Kjo errëzon çdo teori se domthon njerëzimi në fillimin e tij ishte i dhujtar dhe pastaj e kërkoi besimin e pastaj e gjet besimin në kështu më radhë. Unë jam më kot të theksoj, prandaj e theksova këtë. Sepse më fjalë tauhidi nga modernizmi edhe postmodernizmi, por veçanërisht me komunizmi, u paraqit me fjalë veçanërisht në teoria e evolucionit, tauhidi u paraqit me fjalë si le të themi produkt historik, produkt i kërkimit të njeriut për në të vërtet, pra kërkimit, pra produkt i përpjekjes së njeriut për të le të themi sintetizuar kuptim metafizik. Domethënë kërkim i njeriut për Zotin. Mi po adhuroj idhur, adhuroj gur, adhuroj dru, në fund me i fjalë, duke u pjek, duke evolu, arriti me i fjalë duke u pjek edhe filozofikisht, arriti me i fjalë të perceptoj, ose le të themi sintetizoj një ide absolute. Sikur është kjo ide absolute, pastaj ata e din. Pra me i fjalë, ashtu siç njeriu, se kjo është problemi i teorisë evolucionit. Pra ashtu siç njeriu ka ardhur fizikisht dhe gjenealogjikisht me i fjalë, apo genetikisht me i thënë, pavarësisht se kjo kur themi genetikisht, e çon në tokë fare edhe shkencërisht, por gjithsesi, ashtu siç njeriu si racë ka ardhur deri ke njeriu, bukur, pra nga majmuni tek njeriu duke u përmirësuar edhe duke u përkryer, ashtu edhe mendimi metafizik i njeriu ka ardhur duke u përkryer, duke u përmirësuar, duke u përkryer derisa ka arritur ku tek monoteizmi, pra kemi kaluar nga politeizmi tek monoteizmi. Dhe kjo është totalisht me fjalë teori materialiste, teori ateiste darwiniste. Jo. Njeriu, që në momentin e parë që e ka krijuar Allahu më shumë Zoti i gjithësisë, dhe këtë nuk e vërteton vetëm Kurani. Këtë e vërteton me fjalë edhe antropologjia, këtë e vërteton arkeologjia, këtë e vërteton edhe libra të shenjtë më përpashëm, për te aty në devijimin që ka ndodhur. Po të lexosh edhe Biblën, bukur apo të lexosh edhe Dhjetën e Vjetër, aty do gjesh patjetër nuanca tauhidi, pavarësisht me devijimet që kanë ndodhur. Pra historikisht njeriu ka qenë monoteist. Devijimi ka ardhur çfarë? Shkputje nga monoteizmi në politeizëm. Dhe për shkak të politeizmit që është shoqëruar, kujdes, është shoqëruar pastaj me produktet dhe frytet e tij, që është pabarazia, është arroganca, është dhjedhja, është amoraliteti, është padrejtësia, është skllavëria, është vrasja, është plaçkitja e pasurisë së tjetrit e tjerë, prishja e ekuilibrave shoqëror, edhe gjithë marrëdhëniet që kanë lidhje me këtë marrëdhënie, gjitha elementet që kanë lidhje me këtë marrëdhënie shoqërore, pra pasimi me këtë me fjalë ka çuar në shumë raste në rënimin e shoqërisë. Riportritja e tyre me çfarë ka qenë? Nëpërmjet tauhidit, nëpërmjet profetëve. Kujdes do të theksojmë nëpërmjet tauhidit, nëpërmjet fjalës la ilaha illallah. Sepse fjala la ilaha illallah është boshti i gjithësisë, është boshti i jetës njerëzore. Dhe njerëzia bashkohet drejt paqes, drejt stabilitetit, drejt harmonisë, afrohet drejt me fjalë harmonisë shoqërore, drejt qetësisë, drejt barazisë njëkohësisht dhe drejt shijimit të lumturisë. Sa më tepër me varësi të distancës me kë, me fjalën la ilaha illallah. Edhe sa më e largët të jetë me distanca me fjalën la ilaha illallah, e njeriu aq më tepër prishën edhe balancat kuptimor. I humbi për shembull nga e merr njeriu kuptimin e vërtet për shembull për lëndën nga fjala la ilaha illallah.
Nga e merr njeriu kuptimin e vërtet për njeriu nga fjala la ilaha illallah. Nga e merr kuptimin e vërtet njeriu për botën dhe për te botës pa nga fjala la ilaha illallah. Bukur, që ka të bëjë me kë, nuk ka të veç Allah. Për Allah mënush me merr, një dhe i vetëm. Momentin që shkputet nga fjala la ilaha illallah, duke humbur burimin e këtij kuptimit të madh, atëherë s'hum edhe kuptimin për veten e vet. Me humbjen e kuptimit për veten, e humb kuptimin për lëndën, për botën, për jetën, për tjetrin. Për bazën e marrëdhënies me cilën ndërton tjetër, për bazën e marrëdhënies me tjetrin. Pra humb kuptimi i gjithçkaje. Tashi po të vim ke kuptimi i dytë i Islamit, tashi nëse ne ke kuptimi i parë theksuam më shumë elementin e thjesht tauhidit si koncepte dhe si nocione dhe si kuptime deri më radh, Islami erdhi tashmë si sistemi plot i që është i përkthim total i fjalës la ilaha illallah. Kështu edhe dy cilësi tjera, që është i përjetshëm dhe është universal, kështu edhe ky librin, që është ekuilibri gjithçka. Tash vetëm këtë ta marrësh, të kuptosh se çfarë ka dhuruar në histori Islami njerëzisë. Prandaj më mjafton dy gjëra më, të kthehemi pak në histori, pak të kuptojmë me fjalë se çfarë mrekullie i dha, si më thënë, Islami njerëzisë dhe çfarë gjurmë është të mëdha dhe e dyta, pra gjurmë të mëdha që lan çdo fushë pozitive dhe e dyta, mjafton të hedhim syt pak tek renesanca perëndimore për të kuptuar se çfarë ndikimi është la Islami edhe në fushën juridike, edhe në ligjit, kujdes, edhe në fushën e ligjit, fushën e marrëdhënies sociale, fushën e organizimit të shtetit, fushën shkencore, fushën e urbanistikës, fushën e ekonomisë, në fushën e bujqësisë. Të gjitha me i fjalë me rënjë të civilizimit islam, u morën këto dije, dal nga dalë, se nuk u morën për i ditë. Bukur, veçarisht nga Andaluzia ose nga rënjë e Perëndisë Osmane. Bukur, janë marrë me tonelata, le themi, arshive, dhe dokumenta, dhe libra, materiale shkencore, nga cilat me i fjalë u bë kjo rilindje perëndimore sot. Pra ne akoma si civilizim, pavarësisht se si civilizim është drejt rënimit, po ka vardisemi me çfarë? Me ato materiale që kemi marrë nga civilizimi islam. Hoxhë, padyshim se ky përshkrim dhe ky elaborim i bukur na sill tek një pyetje po mendoj e natyrshme. Islami si fe e vetme pranuar tek Allahu subhanahu wa taala. Me ato cilësitë që ti përmende, me gjithë përfshirjen e saj, me koherencën e saj, universalitetin e saj. I përmendën të kaluarën se popujt të caktuar kanë ra, madje qytetrime, domthonë për shkak të largimit dhe devijimit të tyre. Prezenca e Islamit me këto kuptime të cilat e ka dhe me këtë ndikim dhe shtrirje që e ka, është një lloj garance se Allahu xhallahu xhanu njerëzimin do ta ruajë në totalin e vet, sado dhe përderisa janë prezent mësimet e Islamit, që themi pastaj se megjithatë Islami edhe tash është do të thonë një kontribut të jashtëzakonshëm sepse po ndikon në rujtjen e qenies njerëzore. Për t'ju përgjigjur kësaj pyetje kaq të madhe dhe me shumë presh, do ta filloj nga i them shembull i thjeshtë. Po tregon një mik në një nga shtetet perëndimore, thotë morëm pjesë në një konferencë lidhe me familjen, konferencë shkencore, ku isha i ftuar unë si hoxh, edhe disa, le të themi, personalitete fetare të feve të tjera. Pasi mbaroi konferenca, erdhi një nga këto personalitete fetare, perëndimore, më ka për krah dhe thotë, zotëri, çfarë do që të flasim ne, duhet ta dish se ne kemi humbur betejën për mbrojtjen e familjes. Dhe të vetmi që jeni garant për ta ruajtur atë jeni ju. Tash pyetja është pse? Për shumë arsye e parë është se çfarë thotë Allahu më shumë, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne kemi zbrit dhikrin, që çfarë cilësi ka dhënë Zoti Kurani, dhikr. Do thotë dhikr që vazhdimisht të përkujton. Ta ruan vlerën, pa ta kujton atë. Një, e para, e dyta, dhe ne do ta ruajmë thotë Allahu, dhe ne do ta ruajmë. Ne kemi zbrit dhe ne do ta ruajmë. Se vërtet është dhikr dhe vërtet përkujtim dhe të përkujton. Pra është përkujtim vetvete dhe është përkujtues për atë çka brenda vetes. Pra sa herë për shembull ti lexon Kur'anin, ti fatikisht po e kujton Kur'anin, fatikisht Kur'ani të kujton ty për atë çka brenda. Një. E para gjë e dytë thonë ne do ta ruajmë thotë Allahu. Që do të thotë rini qetë. Se përderisa nuk ka ardhur kiameti, dhe duke qenë se Kurani është i përjetshëm, vlera nuk vdes asnjëherë. Dhe pranoj personalisht, kur e meditoj këtu flej qetë. Dhe e kuptoj që nëse bëjmë na e mund për fenë e Zotit, ne e bëjmë për vete, se fenë ka ruajtur Zoti.
Është Nuk vdes me Allah, nuk vdes me Allah. E para e dyta, nuk vdes edhe shpresa e njerëzisë për të ripërtri edhe një herë. Për të më këmbë edhe një në aspektin e vlerave. Ke shumë njerëz që sot jetojnë në stres, lidhen me familjen e tyre, me fëmijët e tyre, me nimet e mbesave të tyre. Bukur, pse jetojnë stres? Sepse nuk e ardhmja e fëmijëve të tyre është e rrezikuar në aspektin vleror. Bukur, ne si muslimanë s'duhet me jetu në stres. E pa çfarë më të bë. E para të dim të kthehemi te Kurani 1, sepse aty e kemi është tamam barka e shpëtimit. Çfarë thot pejgamberi men temes se kebi aflah. Kush kapet pas tij është i shpëtuar. Dhe e dyta gjë ti tregojmë njerëzisë hadmi se këtu është barka e shpëtimit. Prandaj me fjalë asnjëherë nuk vdes vlera, asnjëherë nuk vdes shenjtëria, asnjëherë nuk vdes e vërteta, asnjëherë morali do ngelet moral deri në kiametin. E shenjta do ngelet e shenjtë deri në kiametin. Shenjtëria e gjakut, e pasurisë, e nderit, e familjes, e dinjitetit, e personal lirisë të tjetër. Është e shenjtë dhe e ditë ka për ngel deri në kiametin. Sa do të jetë përpjekja për të rënë, të gjitha përpjekjet do dalin të dështuara dhe fitoria e fundit e Trumpit për të diskutimeve dhe ligji i parë që firmosi ishte që në Amerika 2 gjini dhe jo 3 dhe anulimi gjithë aty në pikave të tjera, tregon se Allahu Madhueshëm e ruan të vërtetën e tij me forma që i di vetëm ai. I di vetëm ai. Ndërkohë që për ne si musliman nuk ishte në ngjarje e madhe ajo që bëri Trumpi. Ai ka bërë detyrën e vet për t'i kthyer atë popullit vet me fjalë atë që dishja humbën. Kurse për ne si muslimanë është thjesht kthimi ku? Në natyrshmëri, kthim në burim, kthim tek e vërteta. Tash po ta marrim këtë rast, themi ne si muslimanë. Kur ai dhe ata kërkojnë të kthehen dhe janë ndjen kaq shumë nevojën kthimit tek e shenjta, tek vlerat. Përfitojmë ne si muslimanë që ne i besojmë dhe elhamdulillah me fjalë jemi të kapur dhe mundohemi ta mbajmë. Dhe të vetmi fatikisht garant sot bukur, garant të mënyrën se si jeton këto vlerë janë muslimanët. Por te gjendje se ku janë qysh janë, të vetmit që kanë garant me tek familja, i besojnë familjes si shenjtëri, bukur, dhe punojnë për të, sakrifikojnë për të. Bukur, me fjalë flasim në kolektiv, janë muslimanët. Pra si kolektiv, si mas, që bien sy dhe është me fjalë kundrapesh shumë e madhe, reale, masive, ndaj gjithë përpjekjeve që bëhen për ta rënuar me fjalë sistemi dhe strukturën e vlerave njerëzore. Në përshtypjet e përgjithshme, madje edhe të atyre të cilët kundërshtojnë fenë, nuk arrin ta akceptojnë si duhet, për shkak ndoshta edhe të propagandës së madhe që është dhe bëhet në vazhdimsi, ose zhvillimet e mëdha teknologjike të shkencës, të përparimit, të asaj që njihet sot botë e zhvilluar me ata të cilën ata e kanë definu, madje shpesh herë ndoshta në problemet e shumta që ne sot kemi edhe në privatizimin edhe të terminologjisë, sepse ata përcaktojnë se çka është zhvillim, ata përcaktojnë se çka është shkencë, ata përcaktojnë se çka është vlerë kështu me radhë. Por megjithatë tek muslimanët dhe në raport me fenë, ata të cilët nuk e njohin sa duhet, por edhe të tjerë cilët nuk kanë njohuri të duhura, kryet përshtypja se ja këta ku kanë arrit e ne kemi mbet dikun tjetër. Nëse flasim pak në aspektin historik, Islami nuk është se nuk i ka dhënë këtij civilizimi dhe këtij njerëzimi, madje edhe fillet e shumë shkencave. Por megjithatë, ajo që e përmendë ti, ajo që sot Islami ja ruan, që janë vlerat, humania, familja, parimet cilat tek e fundit ndërtohet kjo botë, janë të pacënueshme dhe të pakontestueshme. Por se ta bëjmë një bashkim mes asaj cilën edhe në shkencë Islami i ka dhënë bazat e veta, e pastaj edhe në ato që është humane dhe njerëzore vazhdon ta luajnë rolin e vet. E shoh të udhës me fjalë ta shfrytëzoj si rast për të le të themi përshtyllur pa konceptin e civilizimit. Civilizimi kanë qendër civilin, qytetarin. Po i bi shkurt dhe dal në fund. Civilizimi bashkëkohor veçanërisht dekadat e fundit e vetmja gjë që nuk kanë qendër është civile, është qytetare, që nuk e kanë në qendër. E vetmja gjë që nuk e kanë qendër është dy gjëra. E para gjë, pra ka shumë argumente sepse ka studiues me që e kanë bërë këtë gjë dhe nga vetë civilizimi bashkëkohor brenda dhe janë shkruar libra për këtë.
E para gjë që vërteton këtë gjë është, le të themi, shkatrimi i familjes dhe guximi për të rrënuar familjen, që është bërthama ose më drejt është djepi. Bukur është djepi i prodhimit të civilit që ndërton civilizim, dhe e dyta gjë konsumatorizmi në gjithçka. Shet bë shumë vështirë kur i para televizorit dhe me pa sport. Përfiturova me ku ka shku çështja e boksit. Dikur boksi ishte boks, ishte sport. Kurse sot me fjalë ajo çka bëhet, pra pa doreza, pra po lidhe me diton. Pra aty shikon në çdo goditje, në çdo lëvizje dhunimin e konceptit të njerëzit, të thelbit dhe të substancës të tij. Pra krijesa e Zotit me fjalë nuk merret pa se i nxirret syu, se i thyet balli, se i thyet zverku, se i thyet dora, se i thyet kama, se mund t'i pushoj zemra, e kap me fjalë përfyti deri në ato momente ka i dorëzohet. Pra është tamam rikthimi kujt? I gladiatorit në arenë. Pra perandori ktheu lojnat për çfarë? Perandori ktheu lojnat, jo, para gjë. Për të transferuar vëmendjen e publikut nga budallëqit e perandorit, korrupsioni i tij, krimet e tij, vrasjet e tij, le të themi tjetërsimi i qenjes së tij dhe i moralit të tij, bukur dhe shkeljeve të tij vlerore dhe morale, dhe e dyta gjë e bëte këtë gjë për çfarë? E para për të rritur vëmendjen, dhe e dyta gjë për t'i përcjell mesazhin edhe shikuesve që ju dhe ne, ju dhe unë, ju që arktoheni duke vrarë veten, sepse vrasja aty në gladiatorëve, aty çfarë ishte? Vrasish veten, Allahu më çfarë thot Kur'an, wala taqtulu anfusakum, mos visni veten tuaj. Pra ti kur vret tjetrin ke vrarë veten, sepse ke dhunu tek tjetri kë, të njëjti kuptim që të jep ti kuptim, të njëjti kuptim tëndin. Ke rënë shenjtrin. Ke rënë humanen tek tjetri, ke rënë shenjtrin. Bukur, prandaj me fjalë kur flasim për civilizim, vetmja gjë që nuk është qendër tek civilizimi është njeriu, pra është civili. Kurse Islami kemi parasysh diçka, mjafton të sjellim ndërmend vetëm një ajet kuranor, që ne e themi dhe shumë raste e themi me mburje, thotë edhe njerëzia që janë musliman. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit tënd i cili krijoi. Shikoni, këtu Allahu më thoshte lidh leximin me kë, me emrin e Zotit tënd, jo vetëm kaq, krijoi, krijimin. Që do të thotë, shikoj tash, kalon Allahu më thotë lexo. Dhe të ka kriju si qenje që ti vazhdimisht i pyetjes pse, çfarë është kjo dhe për çfarë. Bukur? Është natyra që të ka dhënë Zoti, që vazhdimisht pyesësh çfarë është kjo dhe për çfarë. Domethënë nga ka ardhur, që kjo është ontologjia, kush është, dhe për çfarë, domethënë që është epistemologjia, pra si ta zbulojmë se për çfarë është kjo gjëja. Dhe Allahu mandush me një ajet kuranor, me dy ajet kuranore të jep edhe ontologjinë dhe epistemologjinë. Të gjitha këto me që është lodh njerëzia, modernizëm e postmodernizëm, me ndërtu me një teori njohje, në fund kanë arritur konkluzionin çfarë? Postmodernizëm, do thotë modernizmi dështoi, tash jemi postmodernizëm si puna e një, le të themi një komete që është shkput nga planeti dhe nuk e di se ku do përplaset. Dhe thot Guenoja, Zoti e mëshiroft tek libri i tij i dytë me fjalë bota sasiore, thot keni parasysh diçka. Njeriu bashkëkohor, pra civilizimi bashkëkohor ka bërë njeriu që të bie në gremin, se ka shkput nga kuptimësia fare, ka nxjerrë pa kuptim, dhe thot bie në gremin duke prit jo të me fjalë kur do bie, por duke ra në një gremin që nuk ka fund. S'ka fund. Kjo lloj pa kuptimësie, domethënë postmodernizmi nuk ka fund. Llogaritë ne po jetojmë si njerëzi që në fillim të shekullit 20 u bën 125 vjet në postmodernizëm si kemi vënë emër. Kemi thënë postmodernizëm. Se modernizmi dihet, postmodernizëm, postmodernizëm. Domethënë vazhdon humbja, vazhdon rënja. Dhe kjo përfituar tash se ky bëj përshkrim të jashtëzakonshëm. Një person që është duke rënë gremin, mirë para se të bie ka pa fundin, edhe përjeton shumë ankth të madh, mirë po thot, do bi dhe do vdes, do mbaroj gjithçka. Tash i përfiton njëri që po shikon që po bie në një gremin që s'ka fund. Tash këtu ankthi është i shumë fishuar. Ankthi i shumë. Ç'është kjo gremina e pa kuptimësisë. Që ti vazhdimisht shteron, përjeton ankthi dhe ankthi se vjen edhe shtohet. Kurse civilizimi islam thot, lexo me emrin e Zotit tënd që krijoi, e krijoi njeriu nga e pikë gjaku e ngjizur. Dhe këtë bësh me i Zot të dishëm, krijues të dishëm dhe bujar. Tashin, nëse ti do me i dhën kuptim njerëzisë, do me i dhën kuptim gjës, bukur, do me zbulu me i fjalë dimensionet e kuptimit dhe të rolit asaj që ka krijuar Allahu mëndueshëm, sa do të përpiqesh në mënyrë horizontale, ti nuk do bësh gjë tjetër përveç se do i shtosh pa kuptimësi vetes tënde. Sepse
sa do të përpiqem me studiu veten, larg Zotit, ki kurs mund të përcaktosh aty kuptimin e drejtë. Sepse i vetmi që ja ka dhënë kuptimin dhe përjedhoi pas kuptimit njeriu i dha kuptim botës që e cila është në shërbim njeriu, dhe vetëm kështu njeriu mund ta ruajë qëndërzimin e vetes vet, i vetmi është Allahu më shumë. Prandaj për aty duhet me kërku kuptimin. Pra thot Allahu më shumë la ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Nuk ka kush e di kuptimin e krijesës vet më tepër mirë se sa që e ka kriju. Kjo është Allahu më shumë të gjithësisë. Prandaj kur njeriu e gjen kuptimin e vetes, gjen kuptimin edhe gjërave. Tash ti përfitiro. Për shembull kemi dy objekte. Është një objekt, edhe po e studion dy persona. Kemi këtu ujë ose këtu kokër hurme. Kemi një shkencëtar ose një lexues musliman, besimtar, e ka kuptuar Islamin, dhe një lexues pa besimtar. Cili është ndryshimi kur unë filloj ta lexoj, se fjala leximi këtu ka parasysh gjithë mekanizmat. Tash kur unë e lexoj këtë, unë nuk lexoj një të panjohur. Unë lexoj një të njohur. Bukur? Nuk po kërkoj shkencërisht në një të panjohur. Pra, shqetësimi se nga buron, mua s'më shqetëson fare se e di nga ka ardhur. Ky tjetri që po kërkon, po jo nëpërmjet Zotit, pra e ka mohuar, shef thjesht i lënd, ajo që e mundon këtë është kush? Përcaktimi i kujt i prejardhjes, prandaj ai zhytet nga një panjoftësi në një panjoftësi tjetër, sepse sa do të përpiqet brenda kësaj materjes të gjejë se nga ka ardhur, ai akoma më tepër dështon, përjedhoi akoma më tepër i shtohet ankthi, aq më tepër i shtohet errësira. Kurse unë si studiues që e lexoj në emër të Zotit, ky aspekt ontologjik s'më shqetëson fare se e di që është nga Allahu mëndueshëm, përjedhoi kur e di që është për Allahu mëndueshëm. Unë gjatë kohës që unë e zbuloj këtë kokën e hurmës, zbuloj dimensionin, dimension e treja çfarë? Perfeksioni. Dhe them sa i mrekullueshëm është Zoti. Zbuloj dimension e treja bukurie, them sa i bukur është Zoti. Zbuloj dimension e treja hieshie, zbuloj dimension e treja dobie, dhe them sa i dobishëm është Zoti, sa i... Në krahun tjetër, nëpërmjet ose duke kërkuar në këtë objektin këtu, mund të gjej aspekte çfarë? Negative, të dëmshme, i them jo, këto hiq, ose merr me ta. Bukur? Pse? Sepse Allahu mëndueshëm na ka ndaluar nga e kota. Dhe kjo aspekti i dëmshëm duhet me mbulu, kurse ky tjetri kur vjen ky aspekti i rolit, i dobis apo i dëmit, nuk e di se çfarë është e dëmshme dhe çfarë është e dobishme. Tashi, me çfarë do ta masi se ky elementi këtu duhet apo s'duhet? Me parën, me dobin, me interesin material, të pacilësuar fare. Kurse ti ta ka cilësu Zoti, atëherë me për te asaj i bën dëm apo dobi tjetër, por derisa e ka mundor, do ta përdori në shërbim të kujt? Të interesit tim se jam më i fortë. Dhe për kjo është mrekullia që Allahu më ka dhëruar me njerëzimit. Dhe pranaj me fjalë Islami ndërtoi një civilizim që në qendër kishte kë njeriu. Që do thotë gjithçka i shërbente njeriu, por në ç'aspekt? Jo thjesht për t'i ngopur epshet e tij. Sepse edhe epshet i kishte në shërbim diçka më të madhe, por e gjithësia ishte në shërbim të kujt? Të realizimit të rolit të tij si mëkom si Zoti tokë dhe adhuruesi i tij. Dhe këtë qëndërzim dhe këtë kuptim njeriu ku e merrte? E merrte tek aq që e kishte krijuar. Hoxha Allah shpërblet. Na kanë vetë këtë pak minuta, dhe po do ta përmbyll me një pyetje, ndoshta jam shumë interesuar ta di. E pas këtij trajtimi mahnet se të bukur që e bere. Kjo ramje, cilën e përshkruve në mënyrë dhe figurative, e të gjithë asaj që mund quhet zhvillim edhe përparim i shkputur nga baza, nga njohja e Zotit, nga shërbimi i asaj që Zoti në fundit kërkon nga ne në shfrytëzimin dhe në përdorimin e secilit zhvillim dhe përparim që kemi. Kjo ramje vazhdueshme, madje në shumë raste i ka tejkaluar edhe imagjinatat njerëzore. A pritet ndoshta që në fundit do të vijë një moment kur flitet për fe, për besim, njerëzve të mos u shkojë mendja dikun të ndonjë fe ose besim tjetër poshtë Islamit, për shkak se gjithçka tjetër ka marrë një degradim të frikshëm. Gjithë gjasat. Duke pas parasysh le themi gjendja e njeriu të bashkëkohor, studimet, por edhe sjellja e njeriu të bashkëkohor në rrafshin individual dhe kolektiv, tregojnë me fjalë se njeriu po kthehet furimsi tek feja. Fuqishëm. Dhe kjo vjen si pasojë e nevojës ekstreme, akute dhe shumë të ngutshme të njeriu të bashkëkohor për fe.
Dhe këtë ti mund të hasësh kudo që lëviz me këtë shqetësimi. Pse ka dy gjëra? E para gjë me fjalë ky civilizim, cilin e po jetojmë, nuk i ka ngel më çfarë t'i jap njerëzisë. Aspektin teknologjik me fjalë ka arrit kulmin. Tash po diskutohet për le të themi inteligjencën artificiale, konkuron Kina me Amerikën, janë nxori ato kompanitë me fjalë jashtëroje me etj me radhë, për tek këtij debati, këtu jemi ngop me makinë, jemi ngop me fabrike, jemi ngop me telefone në rregull. Tash ti çfarë duke mos pas referencë vlerat, kërkuam të ngopim me fjalë atë pangopsin ton, lakmin ton nëpërmjet kujt, nëpërmjet denigrimit në vese etj me radhë. Tashi përfituron me fjalë shkatrimet e mëdha që janë bërë nga civilizimi i forcës, edhe dështimi dhe i përpjekjeve për të krijuar të vërtet nëpërmjet forcës, që edhe kjo dështohet dhe ai që ndodhi në Gaza është vërtetuesi më i madh, e gjitha kjo vërteton çfarë? Që civilizimi i bashkëkohor nuk i ka ngel më çfarë më i dhënë njerëzisë. Në krahun tjetër shikon brenda këtij civilizimi dhe jashtë tij një kthim i furishëm i njerëzisë drejt kujt? Drejt Zotit. Drejt besimit. Kryesisht dhe Islamit. Ke statistika të jashtëzakonshme, të rregullueshme, shumë përgëzuese, të kthimit me fjalë të njerëzisë tuft tek Allahu mënosh, të thotë gjithësisë, dhe tek fjala la ilaha illallah. Këtu tashmë del një përgjegjësi shumë e madhe, dhe duhet të jemi shumë përgjegjshëm. Ne si musliman duhet të jemi, roli jonë duhet të jemi konsolidimi i modelit. Muslimanët, Allahu mënosh i kanë nxjerrë për të qenë çfarë dëshmitar të Allahut ndaj njerëzisë. Allahu mënosh më thotë Kur'an, "Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata." Dhe kështu ju kemi bërë popull të ekuilibruar. Këtu është model, ekuilibri. Litekunu shuhada ala nas, të jeni dëshmitar për njerëzin, për të vërtetën e fesë. Nëpërmjet kujt? Nëpërmjet modelit. Pra e vetme mënyrë që vdes kur, edhe është efikase për gjithë, edhe për intelektuale, edhe për njeriu thjesht. Për si dëshmimi që feja është e vërtetë është kush? Modeli. I ekuilibruar. Ekuilibër besim në sjelljen, marrëdhënie shoqërore, moral, në etik, ekuilibër mes mendjes, shpirtit edhe trupit, mes dynjas dhe ahiretit, mes shkencës edhe besimit dhe tjerë mërat, ashtu siç Muhamedi ishte dëshmitar për ju. Kjo është detyra e muslimanëve, në nivelin individual dhe kolektiv. Të na shërbej edhe ky bashkëbisedim, po edhe ky Ramazan në përmirësimin e modelit. Allahumma amin. Allah shpërblet, ishte kënaqësi. Edhe ju falenderoj për ftesën. Allah ju begatote, ju dhash sukses në misionin. Përshëndetje, Allah na e pranoft. Allah shpërblet. Shkues të dashur, jo që Islami kishte rol në zhvillimin e njerëzimit, por ishte baza e çdo zhvillimi. Njëshmëria Allahut subhanahu wa taala është themeli i çdo përparimi dhe i çdo arritje të dobishme që njeriu e pati dhe do ta ketë deri në fundin e njerëzimit. E për neve mbetet pastaj përgjegjësia e jetësimit të besimit në modelet e lakmueshme dhe në modelet shembull për të tjerët. Dhe në takimin tjetër, Allahu xhalla shanu qoftë në mbrojtjen dhe i pasë mëshirën rahmetin e tij.